Përshëndetje miq. Në këtë prag festash të nëntorit, nuk festohet dot më mirë se sa të shfletojmë përmes historisë. Sot dua të sjell disa informacione, konkluzione historike të marra nga libri i Hajreddin Jusufit, Dom Nikol Kaçori. Veçanërisht do të sjellim një portret të gjendjes arsimore në trevat shqiptare. Në fund të shekullit të 19, gjendja kulturore në trevën e Durrësit ishte e vajtueshme. Shumica e popullsisë, sidomos në fshat, ishte analfabete. Rrjeti arsimor, për nga përhapja, që tepër i kufizuar, nga sistemi tepër i larmishëm, për nga përmbajtja tepër i cunguar. Porta e lartë lejonte çdo institucion klerikal dhe çdo fuqi të huaj, përfshi edhe monarkitë ballkanike, të hapnin shkolla në gjuhët e tyre në të 4 anët e perandorisë së saj. Përkundrazi, hapja e shkollës ose shkollave shqiptare dhe përdorimi i shkrimit shqip në sistemin arsimor, në fushën e kulturës dhe në rrjetin e administratës ishte rreptësisht i ndaluar. Për vilajetin e Shkodrës të vitit 1897, në qytetin e Durrësit kishte atë vit 5 shkolla fillore të huaja, 2 turqisht për nxënësit mysliman, 2 greqisht për nxënësit ortodoks dhe 1 italisht për nxënësit katolik. 1 shkollë plotore në turqisht dhe 1 shkollë fetare në arabisht. Pra, gjithsej 7 shkolla të huaja dhe asnjë shkollë shqipe. Sikudo në Shqipëri, edhe në Durrës, shkollat e cikleve të ndryshme nuk ishin të huaja vetëm nga gjuha, por nga programi, nga synimi edhe fryma. Shkollat turke ishin të destinuara për nxënësit mysliman, me përjashtim të medreses, e cila ishte një shkollë kuranike e organizuar qysh në shekullin e 18. Të tjerat ishin shkolla shtetërore të ngritura në vitet 60 të shekullit të 19, në kuadrin e reformës së Tanzimatit. Zyrtarisht, ato konsideroheshin si shkolla laike, por, në fakt, mësimi i doktrinës islamike zinte vendin kryesor në programe. Për këtë arsye, brenda mureve të shkollave shtetërore turke, ashtu si dikur, edhe brenda medreses kuranike, shkrimi i gjuhës shqipe luftohej me një egërsi tipike mesjetare nga mësuesit dhe hoxhallarët. Le të shikojmë pak krahun grek apo influencën greke në Shqipëri në këtë kohë në çështjen e arsimit. Ashtu si më parë, edhe tani u formuan klube apo shoqëri të posaçme për çdo qytet, të cilat kishin për detyrë të siguronin fonde për mbajtjen e shkollave në gjuhën greke. Kur këto fonde nuk mjaftonin, atëherë ndërhynte Silogu Qendror i Stambollit, ose nëpërmjet tij vetë qeveria greke e Athinës, me subvencione të rregullta ose të jashtëzakonshme. Duket se shkollat e para greke të sistemit të ri arsimor u ngritën në Durrës rreth vitit 1870. 2 shkolla fillore, një për djem dhe një për vajza. Më vonë u ngritën jashtë qytetit 2 shkolla fillore, njëra më 1881 në Pjeshkës të Shijakut, tjetra në Greth të Kavajës. Vetë kuptohet që programi i tyre mësimor dhe synimi i tyre politik ishte i dedikuar nga metropolia ortodokse, me mbështetjen e së cilës kërkohej edukimi i të rinjve si ortodoks edhe politikës helenike. Le ta shikojmë konkluzionin. Mitropoliti ortodoks i Durrësit, Prokopis Lambridhis, e mbante veten si protektor i banorëve ortodoks të Durrësit dhe i rrethinave të tij, duke i konsideruar këto me komsi greke.
Synimi i saj ishte që të helenizonte shqiptarët e t'i fusë nën ombrellën helenike. Në shkollat greke të hapura në Durrës e rrethinat e tij u arrit saqë fëmijëve u kërkohej nga shkolla, kleri dhe nën konsulli grek i Durrësit që të flisnin greqisht në shtëpitë e tyre. Çfarë na mbetet ne është që të lexojmë, të hulumtojmë, të shikojmë historinë, sepse sot kemi mundësi që të mësojmë shqip, të lexojmë shqip, por këtë mundësi nuk e kishin shumë shqiptarë për shekuj me radhë. Madje ato të cilët donin që ta sillnin këtë realitet në vendin tonë, u luftuan egërsisht, por ato luftuan me sakrificë, me vetmohim për këtë çështje kaq të madhe. Ju përshëndes.